Pastaj tha, babai im Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu më ka thënë, përderisa një ditë ishim ulur tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, na erdhi një njeri me rroba shumë të bardha dhe me flokë dhe mjekër shumë të zezë. Nuk i dukeshin shenjat e udhëtimit dhe nuk e njihte askush prej nesh. Erdhi u ul para profetit sallallahu alaihi wasallam, gjunjë i vuri pranë gjunjëve të tij dhe duart i vendosi mbi kofshët e tij. Pastaj tha, o Muhammed, më trego për Islamin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjerosh Ramazanin dhe të bësh haxh në Kabe nëse ke mundësi të udhëtosh deri atje. Ai tha, e vërtet, ne u çuditëm me të, edhe e pyeti edhe ja vërtetoi. Pastaj tha, më trego për imanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Të besosh në Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit dhe të besosh në paracaktimin për të mirat dhe të këqijat. Tha, e vërtet. Tha, më trego për ihsanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, an ta'bud Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë. E nëse s'mund ta shohësh, atëherë dije se ai të sheh ty. Tha, më trego për çastin e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. I pyeturi nuk është më i ditur për të se sa pyetësi. Ai tha, më trego për shenjat e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan. Kur robresha do ta lind zonjushën e vet, dhe kur ti shohësh barind këmbëzbathur, lakurigj dhe nevojtar, duke garuar për godina më të larta. Pastaj shkoi, kurse unë beta ashtu një kohë, pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam më tha, ja Omar, atadri man as-sa'il? O Omar, a di kush ishte pyetësi? Thash, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Tha, hadha Gjibrilu atakum yuallimukum amra dinikum. Ky ishte Gjibrili, ju erdhi që t'ju mësoj çështjet e fesë suaj.